Kogja problem me I besu kësaj drejtësie, unë edhe I kuptoj ata, absolutisht. Kësaj prokurorie është kogja problem me I besu, sepse jo kredibil. Ne kemi një mal me kesh përdorime tyne, me aktakuza dështume, me aktakuzat mbyllura, me vjetrime, por hajde çka po krijojmë, hajde ta krijojmë për ma tepër, standard I keq. Standard e po do me tregue arsyen. A thot që jeve do me përgjigj. To deshta me thonë, ai vetë që ka përgjigj, pikërisht për këtë rast, sepse nuk I nje si kredibil. Unë e kuptojmë parem drejtësia, duhet e ka, kredibilitetin me vlerësu politikat të drejtësisë, këto përfundon. Ne dim që ndërmjet politikës dhe drejtësisë të na derivon s'ka pas në ndërpremje. Ka pas në... Ka vrejtje të mëdhaja, figurat më kredibiliteti edhe në të gjitha raportet ndërkombëtare dalin institucionet e drejtësisë, posaçërisht prokuroria është shtylla më e dobët e këtij sistemi. Këtu nuk duhet diskutim, përfundon. Duhet të respektohet çdo vendim I gjykatës, sikurse edhe kanë bërë në të kaluara. Nuk do duhet që kur asese të bëhet vendimet e gjykatës ta s'kanë çare pa I implementuar, në fond kur të merret vendimi formës shprehje, duhet me implementuar. Jo, ma kjo ka thonë gjykata kushtetuese duhet me dalë zgjedhje për çfarë respektimi kisi respekton hiç. Domethënë që do me bëj xhungëll. Kjo ka thonë gjykata kushtetuese duhet me dalë zgjedhje. Çka pret për instanca të tjera. Që 6 vjet Albin Kurtin dhe të tjerët që mi a leju... Sipas ti, gjykata kushtetuese ka ndaluar. Po, sipas ti. Pa I thot me dalë zgjedhje, a duhet me dalë zgjedhje? A duhet me dalë zgjedhje gjykata kushtetuese? Iniciativat e rëndësishme për ndryshime për veten... A duhet me dalë zgjedhje gjykata kushtetuese? S'kan ditë me shkrujt ligje. Nuk kanë ditë me shkrujt. Të më thonë, si këqyre komisionin për hartimin e ligjet që ka kanë ditë me bërë. Duhet me kry punën e vetë. Mesoj që ka qenë gjykata ma profesionale. Ne jakë gjykim që ka marrë në qërshurish desh me konë shterus, 3 ka marrë, jem të prit 4-ën, edhe ende nuk e dim, nuk jem qartë që do të bëhet me kuvendin. Ne mund të komentojmë, por asë ja disa rrugë ta është hopëra, që ditë ka me shkë. Mos respektuan. Pse sfidohen institucionet e drejtësisë, është e qartë. Ata janë jo kredibil. Ti duhesh me dhënë model si politikan. A janë kredibil qëta politikan që sfidojnë, ti duhesh me qenë shumë kredibil për mi qujtë jo kredibil ata. Shumë ka aktakuza që kanë përfundu, kanë qenë shumë të mdhaja, edhe në fund kanë përfundu njerëzit e pafajshëm, por që nuk do duhet që... Me ka 5 vjetë në për procese, si do që tjetë, me të largu për rrugë, ka shumë viktima, nuk vënon, por në fund del ai që është merituar. Jo, me pas kujdes me saj përket institucionet drejtësisë me kredibilitet në ty, ata janë shumë dyshim. Mendoj që nuk duhet bëjmë thirrje, mos respektohen atë krijues. Ata njerë që kanë problem me kredibilitetin e vetë, të qujnë që ashtu. Siç është Albin Kurti. Se të shpallën të fafajshëm pastaj në fund. është një proces që duhet me shku. Ka plot figurat rëndësishme politike që kanë shku që ashtu. Tash mos ta kthejmë personale atë fund. Do me thonë, mëse kthejmë personale, vazhdo do me thonë si sistem me po, jo për rastin e vetë, si cili njëri është sistemi dështuar, fatkeqësisht, gjithë ato mjekët janë jepë edhe veç për taksa paguza amerikanë sa mjekët janë investuar. Përkundra, mendoj që jena model për sistem të drejtësisë në rajon. Për mënyrën se modeli keq, po. Modeli keq jemi. S'po di.